Mirëmbrëma miq. Sonte në studion e VV Show kemi të ftuar kryetarin e komunës Vushtris, kandidat edhe për një mandat tjetër nga PDK-ja, zotin Ferit Idrisi. Kryetar, mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Mirë se erdhe. Para 4 vjetësh, më kujtohet si sot, në fushatën për Vushtri, kërkush nuk ju nxerrte juve fitus. Madje asun si ju kanë pa fitus. Ishtë një diskutim gjithandej i përcaktuar se Xhafer Tahiri do t'jetë kryetar, juve si tretin ju nxjerrnin. Ndërkohë ju fitua. Çish u bë kjo punë? Më lejoni fillimisht ju falenderoj juve, ti përshëndes qytetarët e Vushtrisë, ti përshëndes dhe ti falenderoj të gjithë bashkëdhetarët të cilët kanë dhënë gjithçka për familjet tona për këtë vend. Po është e vërtet ajo se në vitin 2021 edhe matjet e nxirrnin Xhafer Tahirin fitues, por t'ju them sinqerisht unë kam besuar në fitore pavarësisht matjeve, sepse në vitin 2017 kam qenë kandidat për kryetar komune dhe kam qenë larg më i votuar se Xhafer Tahiri që ka qenë i dyti, diku për 2800 vota. Dhe po atë mramje, kur do me thonë balotazh, kur u bë koalicioni i gjerë i LDK-s, Vetëvendosis dhe AKR-s atëherë, i humbëm zgjedhjet dhe po atë mramje unë i thirra mediat në sheshin e qytetit e urova kryetarin atëherë dhe prej atij momenti disi vetë qytetarëve ju duk që me meten borxh. Kështu që në vitin 2021, unë kur dilja në qytet, qytetarët dilnin nga dyqanet, edhe më përshëndesnin, më jepshin mbështetje për krahje, unë kam qenë i bindur që i fitoj zgjedhjet, edhe pse nuk ka qenë i bindur as partia. As partia. A duket pak e drejt që ke puna e balotazheve? Që i bjen me ta marrë fitoren tavolinë? Unë mendoj që për kulturën tonë politike është e pa drejt, por mendoj që duhet edhe një emancipim edhe pak politik që qytetarët me mendu vetë për kandidatin, sepse është shërpturi numër 1 qytetarëve, njeri i parë që adresohet të gjitha kërkesat e qytetarëve dhe mendoj që qytetarët veç kanë kriju një përvojë politike edhe në këtë sistem zgjedhor dhe nuk do të lejojnë skenaret të përsëriten, domethënë për më bë koalicione të ndryshme pavarësisht grupeve politike. Çfarë do të thotë për ju të jesh kryetar i Vushtrisë, në një qyteti shumë të vjetër, Vicianumit? Për mu ka qenë një nerë shumë e madhe, sepse unë kam marrë vota edhe për te partije, kam pas 5.000 vota për te subjektit politik të cilët i takoj, do me thonë kam pas një votë qytetare, por ka qenë edhe një përgjegjësi shumë e madhe, sepse unë i kam qëndru besnik parimit edhe premtimit tim kryetar i të gjithë qytetarëve pa dallim. Çka do të thotë kjo? Për 4 vite unë kam prit qytetarë në zyrën time, zyra ka qenë e hapur, për qytetarët e Vushtrisë nga ora 8 kur e kam fillu punën, se nuk e kam shprehi me uvonua, do me thonë edhe gjatë orarit, edhe me agent, edhe pa agent. I kam qendru besnik premtimit që kam e komunikua dhe kam e ju hap telefonin qytetarëve dhe tham shumë edhe para këtij mediumi ball hapur që nuk ka qytetar i Vushtrisë që ka pas nevojë me pas numrin tim telefonit, që më ka telefonu që se kam hap telefonin, eventualisht për thirrjet e humbura e kom thirr masandej, dhe për këto 4 vite unë kam kalu jashtëzakonisht mirë me qytetarët. Dikush mund të më thonë çish po ki kohë? Po kjo është ajo sepse do duhet të ishe më shumë në punë se sa me telefonata. Po kjo është ajo që mu më ka marrë kohë dhe energji, sa që shpesh herë deri në orë shumë të vona të mbramis ju kom krye përgjigje përmes mesazhave. Por kjo ka qenë sfida që unë kam marrë dhe edhe ja kam dalë.
Më gjithë ashtë spari po du me e përgëzu kryetarin për një veprim që mu më ka pëlqy shumë, që e keni bo, kër i keni ftu të gjithë këndë kandidatë me dalë me pini kafes bashku para fillimit fushatës. Unë mendoj që kjo është jashtëzakonisht e mirë, jo që është, që më thonë kush e ti çfarë hapi, po për Kosovë, për shkak të këtij polarizimi politik që na ka ndodhur në nivel qendror, mendoj që është hap i duhur. Sepse kjo mu më tregon që në fakt ju e kuptoni garën politike si garë që ku ti natyrisht synon me dalë më i miri, po jo garë ku ti synon me myrë tjetër, se s'ka kuptim. Në këtë drejtim mendoj që ka qenë jashtëzakonisht e mirë, nuk e di, nuk si të përgjigj krejt, por shumica janë përgjigj, po sidoqoftë më ka dukur veprim jashtëzakonisht i duhur. Dalim, flasim, secili e kemi interesin e qytetit në mendje, unë e shoh ndryshe, ti e shoh ndryshe, të këshyrim që apo mendojnë qytetarë për to projekte, dhe ditën e mirë bashkë. Edhe mendoj që është jashtëzakonisht e mirë. Në anën tjetër tash po Vushtria është megjithatë komunë jo vetëm e madhe, por edhe komunë e rëndësishme, domethënë disa aspekte. Për vetë fakti që është ura lidhëse mes Prishtinës dhe Mitrovicës, kjo gjithë ja ka shtu peshën Vushtrisë, përveç që ka qenë vazhdimisht edhe një prej qyteteve kështu më të vjetra. Po mu kryetar, po pak kështu me fol, domethënë se kur të kërkon mandatin e dytë, mendoj që këto duhesh me bazu edhe në mandatin e parë. Kur je për herë të parë në garë, njerëzit ngojnë fjalë, por kur je për herë dytë në garë, njerëzit ta këshyrin punën, se fjalët mund nuk kryjnë punë, ose nuk janë e vetmja gjë që kryjnë punë. Tash unë kam pa edhe çka prej raportit të gapit që e bojnë për komunë. Letë kom pa një gjë që më ka bërë përshtypje. I keni pas disa premtime për arsim, disa për ekonomi. Të arsimi kogja shumë i keni përmbush të gjitha. Ndërkohë që të ekonomia ka shumë pa filluara. Tash, a ka qenë kjo, a i keni dhënë prioritet arsimit, apo e keni pa që ka ma shumë nevojë njerë me intervenu në arsim, sepse të dyja janë sektor shumë të rëndësishëm, po pajtona plotësisht. Po mu ka duk që kjo pak interesante që për shembull ka një dallim në përmbushjen mes të ekonomisë dhe të arsimit. Po është e vërtet që na i kemi kushtu shumë rëndësi të madhe arsimit edhe rinisë, të pas parasysh që rinia po largohet nga Vushtria, nga Kosova, po jetë vendi boshatisur, ndërka që të kjo pjesë e ekonomisë dhe me thonë kemi pas problemin ma shumë për shkak të një kontrate kolektive që pa drejtësisht ju kanë marrë pare të komunave, e kjo ka prek edhe komunë e Vushtrisë me 10.264.756 euro për një mandat që i bie 45% të buxhetit për investime kapitale. Dhe prandaj na nuk kemi mujt me realizue disa projekte kapitale, edhe pse tham kështu ballë hapur që ka filluar një transformim real i infrastrukturës së qytetit të Vushtrisë, dhe me thonë me shumë projekte të realizuara, me një pjesë të tyre dhe me thonë të pa realizuara dhe duhet të realizohen. Ndërka që arsimi me që vi vetë nga fusha arsimit dhe konsideroj që në këti veni i vyn një arsimim cilësor, i vyn sidomos investimin në arsimin bazik, në arsimin parafillor, parashkollor, dhe ato që akum dasht me bëne të rinia kam punu në 2 drejtime, dhe me thonë një drejtim ka qenë orientimi në karrierë i drejti tyre, njërë që të rriton mos të kryin, dhe me thonë shkollim që nuk e kërkon tregu i punës, dhe ato kom pa kur i kom hy në statistikat Kosovës, kom pa dhe me thonë cilat profile i kemi që kemi prodhu kuadro jashtëzakonisht shumë, dhe ju kemi qasë profileve tjera, kështu që kemi investu dikon afër 700.000 euro në zhvillimin e kapaciteteve të tyre, në bursa studimi për të rritë, sidomos në fushat deficitare, si që janë arkitekturë, inxhinieri civile, mjekësi, mandej shkencat e teknologjisë informimit, komunikimit, programim në fushat e ndryshme të programimit, si që janë, dhe me thonë, mobile app developer, web developer, game developer, shumë profile dhe inteligencë artificiale. Për këtë arsye na kemi nënshuar një marrëveshje bashkëpunimi edhe me York University, një universitet në Mbretërisë Bashkuar, pikërisht në këto profile ku të rinjtë e Vushtrisë kanë përfitu bursa edhe nivel bachelor edhe nivel master, dhe me thonë programim edhe inteligencë artificiale dhe psikologji klinike. Megjithatë, nëse më lejon këto investimet në arsim, që për cilat po flisni, që janë edhe këtu të raportuara se kanë ndodhur, nuk janë që shihen shumë në kuptimin e një ndryshimit madh të qytetit. Se njerëzit ma shumë po dojnë infrastrukturë, pamje, sheshe, nënkalime, mbikalime, gjërat të dukshme të cilat
po identifikojnë një kryetar si punëtor apo si transformim të qytetit, ndërkohë kur investon në arsim, që është mas miri, domethënë investimi më i mirë, nuk është që duket shumë. A mendon që kjo mundet ty me dëmtu në këtë garë për mandatin e dytë? Apo... Jo, nuk mendoj, bile shpesh kur ma kam bërë dhe gazetarët pyetjen cili është investimi, domethënë projekti më i madh. Unë fillimisht ju më sqarua rreth projektit, se unë projekt e konsideroj domethënë investimin në arsim, në dije, po megjithatë nuk i kemi lënë anash edhe investimet kapitale sepse e përmenda. Jo, natyrisht jo, se do të flasim. E përmenda më herët që janë bërë transformime, vetëm me u rikthy në vitin 2021 për shembull vërshimet që kanë ndodhur në komunën e Voshtrisë, që Voshtria është një qytet që për shkak të pozitës strategjike, domethënë atakohet shumë nga ujërat që vinë nga lumet, nga Drenica, nga Llapja dhe nga Lipjani. Dhe vitin 2021 ka pas vërshime për mbytje të mëdha që ka pas dome në vlerë mbi 5 milion euro. Në fillim si ku marr mandatin, na kemi rregulluar shtratin e lumit Silnica, mandej kemi bërë pastrimin e lumit Silnica edhe të 70% të gjithë lumeve. Dhe vërshimet e vitit 2023, domethënë Voshtria ka shpëtuar. Për shkak të investimit në lume, për shkak drejt për drejt, domethënë të investimit edhe të asaj që është një shprehje popullore, është mirë me mësu me gabime prej gabimeve të tjerëve, domethënë jo prej tuave, dhe unë e kam marrë ato çka ka ndodhur vitin 2021, për mos me ndodhë dhe ma vonë i kemi pastruar shtretërit e lumeve. Po tash se kur po flasim këto emisionet me që jemi në zgjedhje lokale, e kemi pasur një numër i konsiderueshëm i kryetarëve të komunave konsiderojnë që ky aspekti infrastrukturor i komunave tyre gati se është përfunduar. Në mënyrë pse ajo s'përfundon kur ne jemi të vetëdijshëm, po megjithatë arrihet një masë në të cilën mund të thonë që tash pak a shumë i kemi punë të mirë në këtë drejtim. Është gjendja në Voshtri në të njëjtin nivel, apo ju mendoni që hala ka nevojë për me zgjidh urgjenca infrastrukturore krahas një vizioni pak më afatgjatazëm? Sa i përket këtyre, se mas e tepër me kryetarët e komunave me programet e tyre dalin, domethënë në sjellsi, kanalizimi, asfaltimi i rrugëve, që këtu domethënë infrastrukturë, unë mendoj fuqishëm që kjo do të mbyllet në mandatin e dytë, ky cikel, pra nuk do të bisedohet, dhe po them kështu që për një kryetar komunën një mandat është pak për me realizu projektet nëse është i përgatitur. 2 mandate janë mjaftueshëm dhe 3 mandate janë shumë. Pra unë i garantoj qytetarët e Voshtrisë që nëse marr mandatin e dytë, atëherë do të përmbyllet ky cikel i infrastrukturës, edhe i kanalizimeve, edhe i ujësillësit, edhe i rrugëve të asfaltuara, se tash kanë me thot drejtën, më shumë kanë do rrugicat pa asfaltuara sa që ka rrugë. Për ndryshe është një infrastrukturë e mirë që është ndërtuar domethënë gjatë qeverisjeve të vazhdueshme, dhe kjo është. Më duket ju kuptova se veç edhe një mandat e kërkoni apo? Unë po kërkoj edhe një mandat, thashë një mandat është pak, 2 mandate janë mjaftueshëm dhe është mirë me dorëzu mandatin kur ke qeverisë mas miri. Mu largu si fitus. Mu largu si fitus, mos me marrë të poshtë. Pra jo me të mujt dikush. Prej diskutimeve, prej debateve në televizione, këto që ka marrit me ndjek dhe me i përcjell, në kandidatë për komunë të Voshtrisë diskutojnë me kogja tone të larta. Pavarësisht asaj kafes në fillim të fushatës, megjithatë akuzat janë kogja të ashpra dhe kogja brutale. Veçanërisht mes teje dhe zotit Xhafer Tahiri, për shkak se ai ka qenë kryetar, ju jeni kryetar, me gjas edhe të e njoft punën e funksionimin e kështu, ka akuza kogja të rana, kogja të shpeshta. S'po muni me te kalu këtë gjuhë, apo kjo është formë që me përfitu në vota edhe ju edhe ai? Jo, që thamë të drejtën, unë e kam të te kaluar, sepse jam i njohur edhe për nga karakteri edhe si udhëhes në qytet, do me thonë që jam shumë afër edhe qytetarve, por nuk kam rivalitet në kuptimin agresiv, do me thonë as me kandidatet tjerë që janë, i respektoj, prandaj edhe i kam thirrë në kafe, unë nuk i kam thirrë në kafe për të
të më kursyer ata mu gjatë debateve, po ajo gjuhë agresive dorën zemrit i kalon atë, mendoj të i kalon atë kulturën politike që do të ta ketë një kandidat, do të ishte mirë që ata në debatet të zhvillojmë rreth programeve tona, do me thonë edhe ti kontestojmi, sepse çdo gjë që e flasim fundi i fundit do të me numra, janë numra, të është buxheti që na do të dalën para qytetarëve, që ose për shembull premtohet një mësim tërditor, që për mua është i pamundur në atë koncept që e shpjegojnë, sepse nuk është mësim në një ndërrim, është mësim tërditor, do në aktivitete, do në angazhime, do në përgatitje, po ka dhe kosto. Dhe me sa i përket atij agresivitetit, më vjen keq që ai ka pas një mundësi të ardhë, ka qenë kryetar për një mandat, dhe me vetë faktin që e kanë ndeshku qytetarët e Vushtrrisë, do me thonë, për mos punë, për mos realizim të projekteve, ai nuk do ta kërkon llogarinë tek une. Pra unë jam i hapur me bisedu për çdo gjë, se e shoh ka një herë kur nuk jam debate që gjujnë ma tepër, thirrën ka gjona jo ka kushtu një karrike 5.000 euro, që në fakt nuk ka kushtu aq, ose për do pllaka betoni, një pastrimi pllakave, kam dëgjuar që kanë thonë ka kushtu diku 120.000 euro, 112.000 euro, dhe është mirë me shpjegu qytetarët, me sqarue, se sheshi i qytetit që tash do të përurohet javën e ardhshme bashkë me parkingun nën Toksor, që e ka bërë transformimin e infrastrukturës të Vushtrrisë, është modern. Pjesa e vjetër e sheshit ka me vazhdu deri te galeria, dhe nuk ka qenë pyetje pastrimi ato, por rifabrikimi i pllakave. Pra krejt ato pllaka që janë dikon 2-3.000 metra katror, saktësisht nuk e di, pra janë në pozicion me marë, me qunë në fabrik, pra me fut në fur, me pastru, me fut në fur edhe me bosi treja, në mënyrë që mos më dallu prej këtyre, qëllimi ka qenë me kursy buxhetin, mos me hynë në treja krejt, pra se për 120.000 euro me pastru që ato është diçka e pa kapshme. Pra ka të bëjë me rifabrikim, edhe një herë në fabrik do të me shku ato, edhe me ju nështrua ati procesi. Do me thonë, ky shërbim nuk është marë, nuk është kry, asnjëherë, sepse ti ki të drejt edhe brenda kontratës, siç ka qenë në rasti asaj karrikës 5.000 euro, do me thonë, ashtu që është deri në 30%, do me thonë puna shtesë, ashtu ki drejt disa pozicione nëse nuk të duhen. Në moment kur e kum pas që një fabrikë është, një karrike i ka të çmim, kum thonë jo, nuk bën me hy kjo, por tenderi u marrë, do me thonë, me çmimin më të ulët kontratës. Brenda tenderit, produktet, çmimin e produkteve e cakton vetë operatori që veç me konë një qartë para qytetarëve. Pra edhe tek kjo pjesa këtu, do me thonë atë shërbim nuk e kemi marrë fare, se janë flet pagesat kur ekzekutohen, do me thonë nuk është pagesat. Me zëtas, ju s'pjalleni mongut me akuza, po vazhdoni me ja përmend laun me atë bidon të numru pare. Nuk kam pas dëshirë, i kam thonë në 2021. Po, se raportet ndërnjerëzore unë i kam rujt shumë, edhe me Gjafer Tahirin, edhe i kam kërkuar atë ditë kur kemi pi kafe, që të flasëm për programe, dhe asnjëherë nuk kam qenë iniciator, do me thonë me i përmen ato, ajo duket live, do me thonë të numru pare, nëse do të kesh ndodhur sot, kemi mujt me thonë që është montuar nga inteligjenca artificiale, derisa ajo të verifikohet, po në atë kohë nuk ka qenë inteligjenca artificiale, edhe pikërisht për këtë e kanë ndeshku qytetarët e Vushtrrisë. Mandej, është edhe rasti, do me thonë, i votimeve në zgjedhje parlamentare që u dashur me u marrë, do me thonë, edhe prokuroria me ato abuzimin e votave tjera, po nuk kisha pas dëshira asnjëherë, do me thonë, me hyrë ato detaje, por me shpalos programe, me ju tregu qytetarëve që kemi me punu. Flasim pak për sheshin, për parkingun në Toksor. Do me thonë tashme edhe Vushtria ka një shesh të dinitetshëm, ka parking në Toksor, ka infrastruktur, ka njerëzit mund të ecin, mund të lëvizin, mund dalin brenda qytetit pa pengesa, pa vetura, pa
pa rreziqe ky projekt që e keni realizuar në qendër të qytetit, a ka qenë më i nevojshmi për Vushtrrin apo ka qenë një projekt i cili i jep pamje tjetër qytetit dhe ndikon edhe në imazhin, përveç të qytetit, ndikon edhe në imazhin e juaj? Me thonë të drejten... Emrin sa e di unë e ka sheshi Adem Jashari, po. Kjo bën alo ma Me thonë të drejten, ideja e këtij sheshi ka qenë pikërisht e imja në fushatën zgjedhore, për shkak të konfiguracionit që ka pas. Edhe unë si laik në fushën e arkitekturës, do me thonë e shifsha që është një mbi nivel nga toka, do me thonë dikon 1,5 metër e gjysë, edhe këta arkitekta thamë veç pak me gërry këto, bëhet një shesha. Ashtu mendoj shane. Edhe e promovova shumë gjatë zgjedhjeve. Pa e pas fort idenë se që shkëmë. Pa e pas fort idenë. Me që qytetarët me votun, atëhere isha i guxim shumë se ata kanë ditë që kam me ndërtu shesh, ma kanë jep votën edhe në do të me ndërtu. Kom pas kundërshtar kogja shumë, në atë kuptimin që ka qenë një projekt sfidus, për shkak se për gjatë sheshit është ngypi kryesor i ujësillësit qytetit. Fi 400, kanë qenë 2 gypa, fi 100 të ujësillësit, ka qenë tensioni i lartë i rrymes, rrjeti kanalizimeve, fijet optike të postës, është dashur gjitha qito me eliminue, me ndërtu një shesh. Por, jenë eliminu këto gjitha, është ndërtu një shesh që unë i ftoj të gjithë qytetarët, kur ta përurojmë, ta shpejt që të vinë, edhe ta vizitojnë dhe gjithë ekspertet që e njohin fushën e inxhinierisë civile edhe të arkitekturës, që çdo defekt le të nxirrin publikisht para qytetarëve. Besoni që është ndërtuar një shesh që e ka bërë transformimin e qytetit Vushtrisë, edhe një parking nëntoksor me të gjitha standardet. Sa vend parkingje janë? 107 vend parkingje. Të mjaftueshme? 105-107 që ato. Të mjaftueshme për Vushtrrin? Ndoshta nuk janë të mjaftueshme, po ajo ka qenë hapësira edhe janë të mjaftueshme sepse është në qendër qytetit. Është në qendër qytetit, janë banjot publike që s'ka pas qyteti i Vushtrisë, edhe tham kështu me plot kuptimin që Vushtria ka pas një shititore, por shesh nuk ka pas. Është hera e parë që na ndërtojmë një shesh që kombinohet modernja me klasiken. Mandej kanë dalë edhe dikun 8 dyqane, do me thonë, për biznese, edhe 9 dyqane lidhet me parkun e qytetit dhe lidhet edhe me tregun e Gjelbert që nuk kemi mujt me përfundu, por është duke u ndërtu një treg modern, do me thonë ndërtimi i vrasht është kry, edhe ajo është me parking nëntoksor. Dhe disa thashe themeve, normalisht këti vargu thashe themeve të kafeve se ka me u menaxhu sheshi prej këtij kanë me dhon kështu, unë ju tham publikisht që sheshi edhe parkingjet nëntoksore do të menaxhohen nga kompania e jon publike për parimi, që janë aksionar 100% dhe ata punëtor do t'i kenë pagat, minimumi pagës do të jetë 650 euro. 2 herë ju kum rrit pagat punëtorëve për parimit, sepse na ju kemi jep shërbime. Na nuk i marrim me parat të komunës, ju kemi jep ndriçimin publik që nuk e di ndonjë komunë jep ndriçimin publik, na ju kemi jep ndriçimin publik, e kemi nda menaxhimin e mbeturinave prej Mitrovicës dhe Skënderajt, tash e kanë menaxhimin e mbeturinave, edhe kanë do me thonë ambientin, gjelbrimin, mbjellje drejt dekorativ, atë pastërtitë të qytetit që sot secili qytetar i Vushtrisë vlerëson qytetin të pastër, ata e majnë këta punëtorë. Është edhe një çështje visar parasme. Është një akuzë e përhapur njerëzakonisht shumë. Është një akuzë që fatkeqësisht mund vje keq pse e ka leju edhe PDK-ja me ndodh një gjë e tillë, sepse do duhemi i dalë në ballë secilin akuzë, veçanërisht kur janë të tipit kaq të poshtra, kaq të ulta, duke portretizu njerëz si tepër të këqij dhe pastaj si njerëz që kontrollojnë një region të tërë. E kam fjalën për zotin Sami Lushtaku. Akuza më e shpeshta është edhe për juve, edhe për Mitrovicën, edhe për Drenasin, që i kontrollon Sami Lushtaku. Kjo ka shku të urrit, edhe njëna prej akuzave tash që e bën vetëvendosja në Vushtri është kjo, se juve e kanë tërhy Sami Lushtaku. E para që më intereson mua është,
pse nuk ju përgjigjni ju këtyne njerëzve, më thonë që Sami Lushtaku është njëri prej luftetarëve më të mirë që ka pas ky vend, që është i pastër kombëtarisht, dhe që me dal ju me mbrojt, dhe jo me u mbrojt nga akuzat. Në momentin që ju po mbrohni nga akuza, se ju kontrollon Sami Lushtaku, një farë forme për ja konfirmoni akuzën atyne që po e bëjnë në raport me Sami Lushtakun. Tani, për me u kthy konkret këtu, përveç që edhe jo, po edhe udhëheqja e nivelit qendror në Prishtinë, që kam pas një lloj distancimi për zotit Lushtaku, juve ju ka kontrollon Sami Lushtaku dhe a keni, si me thonë, do një mundësi që me mbyll njerë për gjithmonë këtë debat, sepse vetëvendosje është të e personifiku zotin Lushtaku si kur me qenaj Milana Radojqiqi, që është një absurd i llojit vetë. Fatkesisht, na në këtë shoqërinë tonë nuk dojnë na melon asë një figurë pa e shkel. Tek kur të kalon botën tjetër, fillojmë mandemi ngrit përmendore. Me thonë, jo pas ka qenë mirë, nuk ka qenë kështu. Në vitin 2017, kur kom kandidu për kryetar komune, e roken të ndjerin Gani Merin. Do me thonë një komandanti zonës e Shalës, një luftetar i shkëlqyshëm, një njeri që kanë kontribu familje humane, dhe thanë vetet kë. I hu pas zgjedhjet. Në 2021 personazh ka qenë Sami Lushtaku. Dhe unë u dasht para një studio televizive me u betue popullorëse në Zot që këto nuk pyetet kërkush tjetër por pos ligjit dhe unë qëndroj prapa tij. Pra këtë konceptin se kush pyetet është shumë interesant. Tash në 2025 të ngarë, tash më kanë dalë 2 personazhe tjera. Në kush janë? Tash është Kurtan Kajtazi edhe Shpëtim Zhegrova. Kurtan Kajtazi ka qenë deputet? Po deputet, kryetari... Zhegrova në kryetari. Po kryetar. Sepse të na paka shumë funksionon, po flasim në vushtëre, në parti, po thamë sistemi Amerikan. Ajo është kryetari degës, unë jam kryetari komunës. Besoni që aste një here, unë i kom pas durë të lira. Edhe saj përket asaj të Sami Lushtakut, kur aste një here për 4 vjetë, nashta që tu kanë ndiku që as për qytetin e Vushtrisë nuk e kum pa. As kur nuk kum ka telefonue, ato... Për t'i shmangur, këto lloj akuzash, këto absolutisht kur në jetën time... Samiu është i lirë me ardhën në Vushtre, me shkullën Mitrovic, me shkullën Gjevane. Zyrën tame kur nuk ka qenë. Telefonin tam nuk e ka. Telefoni jam është, numri jam është për gjithë qytetarët, po as nuk kemi pas do me thonë komunikim. Po kjo është, me të vërtet është e rëndë, sepse ky vend nuk rrezikohet prej aty në figurave. Ky vend rrezikohet prej narkomanisë. Na kemi probleme me narkomanet. Në Vushtre? Po në Vushtre në gjithë Kosovën. Kjo gjenerat e re po shkon poshtë, pa u përkujdes, dohet njëre për gjithmonë me kuptuar që në një shtet, në një sistem demokratik, ku sundon ligji, pyetet ligji. Na kemi dalë komuna më transparente, me 100 pikë nga instituti GAP, do me thonë transparenca bugjetore. Në qoftë se unë për shembull, ka marrë drejtora edhe prej shoqërisë civile, ose bie fjala këto të mirat që janë që i prekun qytetarët, është të fillu prej menaxhimit të emergjencave, që deri në 12 natës unë i kom pas qizmet e madhta, edhe kam qenë me kompani deri sa i kemi na menaxhu vështrimet, ose gjatë sezonit veror, me zjarr fiksa, deri në 11-12 natës. Ajo është imazhi më i mirë i një kryetari që është afër qytetarëve. Nuk kanë as hapësirë, as me mendu, as me dyshu. Shikoni, unë tash edhe unë po flas pak në veten e parë. Unë në këtë prej seri, unë kam qenë shërbim, si mësimdhënës në vitet 90-ta,
kur e kemi formu sistemin e pavarur, që unë thamë sistemi pavarur, jo paralel, sistemin e pavarur shqip, kemi mësu në thonë sa në përpodrume, kemi organizuar arsimin shqip, ka qenë fundi solidaritetit, normalisht në atë kohë ka udhëheq Lidhja Demokratike e Kosovës. Për as të një minut, unë nuk e fshi atë pjesë të historisë. Kam qenë pjesë e luftës veti 4 t'i vlla. Unë kur kam shku në luftë se kam pyet kërkan. Nuk e kam pyet kërkan. Vajza e dytë e imja ka lind në luftë, unë se kam taku deri mas lufte, kur i kam kthyer prej Maqedonie. 6 anëtar të familjes i kam të vram. Mas lufte, unë kam jetu me qyra. Unë kam pagu qyra në Vushtri. Nuk kam dash me hi me uzurpu shtëpia. Dhe 8 anat që tu i kam vlerësu qytetarët e Vushtrisë. Dhe gjatë periudhës kur kemi filluar me bëni politik tash ma plurale, unë kam qenë personi ma unifikus politik në Vushtri. Edhe do t'i qëndroj besnik ati i parimi, sepse nuk kemi nevojë me shtin një frymë konfrontuse. Jeme PDK-n, por nuk i shumë shkputje për i LDK-s. Jo, përveç se flet me respekt. Po flas me respekt, sepse ka qenë lëvizje gjithë popullore, edhe është bë kthese e madhe. E bjen kjo që LDK-ja, PDK-ja ka një kandidat përbashkë, si me thonë, 2-1. Jo, ashtu se ata kanë kandidatin e vet, por unë se na përfaqëson edhe neve LDK-n edhe PDK-n. Por e din mirë të gjithë qytetarët se ata nuk kanë pa rrezik prej me kur i marr. Prandaj edhe më kanë mbështetur, unë kam marrë edhe votë qytetare shumë. Edhe sot normalisht që ka shumë edhe strukturat LDK-s që më përkrahin. Tash mos në jetë keq dikush që thamune me kaq, me kaq respekt, por edhe të vetëvendosjes. Edhe të vetëvendosjes sepse me të vërtet unë kam mbajt një parim si kryetar komuni ku më respektu shumë, qytetarët edhe i respektoj. Por mu janë kështu, qytetari është në qendër, numër 1, institucioni është numër 2, partia është numër 3. Kjo është parimi. Sa? Po që dash pikthena pak, dhe më thonë, edhe një herë të temave programore të projekteve, se që e përmendët sheshen, edhe unë mendoj që me kështu realisht s'mund është mi thonë vetës qytet, përse pati s'pa koni shesh. E ishtë mi ishko me pasë ma shumë. Sepse hapësirat publike, hapësirat e gjelbra, hapësirat ku qytetarët ka mujnë me dalë me kalu kohë në kështu më rallë mu shoqëruj, janë pjesë e mirëqenjes, sot llogaritet për shembull për vende zhvillume, po nuk i pate edhe këto si komponenta, ka t'i ki rrugën e madhe, se edhe këto janë shtesë të mënyrës që jetojnë. Në që drejtim, domethënë, unë i inkurajoj krejt komunat e Kosovës që sa më shumë me shtu kujdes, domethënë hapësirave publike, të cilat e ndihmojnë domethënë këtë zhvillimin e mirë të qytetit dhe qytetarëve. Po duhet pyet edhe kështu, domethënë Vushtria ka një aset që nuk e kanë krejt komunat, ajo është kalaja, domethënë një pjesë jashtëzakonisht e bukur e qytetit. A duhet më përdor ma shumë kalaja të mërmenja, për çka duhet më përdor ma shumë, se di që një kohë ka pas një farë shtu pak natësie të qytetarë, po flas më herët, jo në qeverisjen tuaj, të një pjesë të tentim komercializimit saj, kështu me radhë kanë qenë disa mos pajtime aty. Tash çka e shkëndesh, me çfarë roli shkëndesh me lujt kalajës pasiush për qytetin e Vushtrisë? Po, Vushtria ka në mbrojtje 32 monumentet e trashëgimisë kulturore, njëna prej tyre është kalaja, që është në qendër qytetit, dhe në aspektin e kulturës, e thamë edhe këto pa modesti, na Vushtrinë e kemi kthyer në një qendër të kulturës, sepse kemi organizuar 8 trueza shkencore ndërkombëtare në bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës, madje pardje e patëm edhe truezën e fundit shkencore ndërkombëtare, ku morën pjesë akademik të ndryshëm rreth urës së gurit, e tash po mas të shpjegoj kalon, do të thoni kthena lejoni vetëm pak pse te ura e gurit, dhe tash na që thash do të me kombinu klasiken me modernen, na kemi çare për rregullu infrastrukturën e qytetit Vushtrisë, në mënyrë që me fillue turizmin urban. Do me thonë, kemi pas vizitorë shumë prej shkollave të ndryshme të Kosovës, për me vizitu kalan e qytetit, urën e gurit, hamamin që ndodhë në qytetin e Vushtrisë, po gjithsesi
do të me pas sheshe të bukura, do të me pas ambient bukur, do të me pas gjelbrim, do të me pas pastërti, do të me pas restorane që tash pikërisht në shesh kanë filluar dhe me ardhur dhe brendet, do me thonë ushqimore, si është fasta pasta e disa të tjera, veç kanë ardhur se sheshi vërtet është boj mirë. E saj përket asaj që e përmenda konferencën, simpoziumin shkencor ndërkombëtar për urën e gurit, ato kemi një telashe, sepse ura e gurit deri në vitin 1960 kam një libër voluminoz është prej akademikëve serb, tash po e referoh në asaj në këtë rast, e kanë cilësu si vepër e perandorisë osmane. Dhe tash çka ndodh në pakot të atisarit është futë si vepër e vëllezërve Vojnović. Edhe neve na kanë ardhur punën. Pra është një problem politik. Është një problem politik që vetëm shkenca mundet me ndryshu si të problem politik, si mas e cilve nën vëllezër e kanë ndërtu urën me nën harqe. Se ura deri në vitin 2014 ka pas nën harqe. Vitin 2014 janë bërë gërmime arkeologjike dhe janë zbuluar edhe dy harqe. Kështu që këto u kam shpjeguar edhe ambasadorëve. Pra ka rajo e pikërisht pse ka qenë kjo tezë e tyre, do të thonë kom dashur me organizuar një truezë shkencore, edhe do tash politika me lëviz në këtë drejtim, sepse ajo nuk është vepër, do të thonë mesjetare e vëllezërve Vojnović. Cilës periudhë është pra? Po si mas historianëve, se ishtin edhe historian, ishte edhe Jahja Dranqolli, kishte historian akademik me emra, do me thonë ata është nga periudha romake. Nga periudha romake, është rindertu, është restauruar disa herë, do me thonë gjatë periudhave, por asesi nuk është vepër trashëgimi serbe. Po çka lidh ajo urë tash? Po ajo urë se ajo para 250 viteve ato ka kalu lumi Silnica. Okay. Me ku, do me thonë ka deviju shtrati i lumit, edhe tash ajo është në atë pjesë të qytetit, që është vërtet është një pjesë shumë e bukur. Na jemi të realizu një projekt, ato një shtetitore për gjatë urës sigurit, e ajo shtetitore, ai vend është në pronë të komunës, do me thonë, rruga është në pletë poseduese si pjesë e komunës, po neve në kanal, do me thonë, fillimisht në kanal kjo Agjencioni për Trashëgimin Kulturore, mandej Agjencioni për Trashëgimin e Monumenteve, na i kemi bo kërkesë qenë ka një këshill ndërministror, se kjo është në mbrojtje të veçantë, do me thonë, mbrojtje janë edhe të tjerat, edhe kalaja, po kjo është mbrojtje të veçantë, që nuk bën me prejt pakos statisarit, edhe ato pjesë e ati ekipe i komisioni qenka dhe prifti ortodoks serb, që ai komision nuk mblidhet kur asnjëherë, dhe tash është çështje kjo. Vushtria ka numër të madh fshatrash, shtrira deri në Shalë të Bajgorës atje, shumë afër, deri te Obiliqi. Domethënë si territor është goxha i shtrirë. Si është gjendja në për fshatrat të Vushtrisë? Po ka një territor është përmbyll infrastruktura, ujësjellsi, kanalizimi. Tash të infrastruktura, Vushtria ka 67 fshatra, disa veç në kanë mete pabanuara, por pjesa lindore janë malet e Shalës, ka bukurit e jashtëzakonshme dhe ne ato investu shumë në infrastrukturë. Tash jemi duke asfaltu rrugën e Skoçanit në bashkë financim me Ministrinë e Infrastrukturës. Për ndryshe kemi nënshu një marrëveshje 5 komuna, komuna e Vushtrisë, e Prishtinës, e Podujevës, e Obiliqit dhe Mitrovicës, për me ndërtu rrugën regionale që lidhet prej Barileve edhe kalon në malet e Shalës përmes Kozaricës, Domnicës, Kunovikut, Kurilovës, Vesekovcit. Arsyeja është se ka 1000 hektar livadhe ujë të mjaftueshëm për me zhvilluar agroturizmin, dhe qëllimi është që me tërheq bizneset e Prishtinës o shumë afër 30 kilometra nga Prishtina. Sa i përket infrastrukturës, të gjitha fshatrat janë të lidhura me asfalt, por jo të gjitha fshatrat ka përfunduar rrjeti i kanalizimit, dhe mendojmë që në mandatin e dytë ta përmbyllim. Tash kemi kontratë për asfaltimin e rrugëve në përfshatra në vlerë prej 5 milion euro, dhe kemi menduar me këtë kontratë
me përmbyll domethënë çështjen e asfaltimit të rrugëve dhe rrugicave, po ashtu edhe me kanalizime. Në fshati më i larg nga qendra e Vushtrrisë është 20 minuta. Domethënë afër, Nuk është për me, po. Edhe në malet e Qyqavicës, po ashtu në pjesën perëndimore, mendoj me jetësue projektin Wind Farm, që është për energji terës. Një kompani franceze ka investu 110 milion euro, dhe ajo ka mbetë tash vetëm me marrë miratimin e qeverisë edhe të parlamentit. Jam edhe atu antari ati këshillit ndërministror. Është dashtë gjatë mandatit me dhonë dritën e gjelbër qeveria, po kanë me diçka me zëre në rreth kodiun e rreth tarifave, rreth tyme diçka. Shohim. Prisni që garen ta përfundoni në raundin e parë, apo ju duhet edhe një raund? Dhe nëse konsideroni që ju duhet edhe një raund votimesh, atëherë me cilin kandidat besoni që do të shkoni në balotazh? Tash, me thonë të drejten, në bazë të asaj që kemi pa të qytetarët, në bazë të fushatës, jam përdet me qytetarët, na presum të shkoj me rundin e parë. Jo pse po kemi dëshirë, po është edhe... Që dëshirë, keni sigurisht parën me kryet. është e vërtet, ajo po mendoj, mos të përdorim atë proverbin, kur e kam pyte, se ka thonë Arusha si vjetë kanë dardhat shumë, e pysim pse thet Mikona, Mikona, në qatë kuptim e fata. Po është një përkrahje qytetare, për te i partije, ki mjaft qytetarë dhe me thonë që deklaruan haptas të të në zgjedhjet qendrore kanë votu Albinin, këtu votoi kryetarin, dhe me thonë, kjo është një tregues që qytetarët vlerësojnë se janë të kënaqur me ato që kemi bërë deri tash, por edhe unë ju kisha drejtuar qytetarëve, do me thonë me thirrjen që nuk është mirë me lanë skenaret e tjerë, që është ka ndodhur në vitin 2017, sepse e patën provue, por nuk u danë të kënaqur. Nuk u danë të kënaqur, do me thonë se panë se pothuaj se janë të njëjtit individ, edhe ashtu janë tendencat, ashtu me pas një farë koalicioni parazgjedhore të bëjmë diçka, po unë po besoj që kemi me kalu me të paren edhe me i vazhdu projektet. Kryetar, unë falenderoj shumë që erdhe sot, që diskutuam për projektet, për punët, për diskutimet, për debatet që po zhvillohen në Vushtrri, dhe të urej sukses në këto zgjedhje. Faleminderit shumë edhe juve, si analist, që më dhat mundësinë me qenë në trojizm me juve, u mundova me qenë shumë i sinqert, shumë konkret, i qartë. Bisedë e këndshme. Faleminderit. Miq, shihemi me nesër sigurisht me një koleg tjetër të kryetarit të Vushtrrisë, pra një kandidat tjetër. Gjithat mirat.